Horoskopi për datën 13 gusht 2026. Dashi, sot do të kesh një dëshirë të madhe për t'i vënë gjërat në vijë, veçanërisht për sa i përket shtëpisë, familjes dhe planeve me fëmijët apo rrethin shoqëror. Është një ditë ku mendja të punon shumë shpejt, ke një energji të lartë, të organizosh gjithçka vetë. Në ambientin e punës do të jesh mjaft produktiv. E ke të qartë se çfarë kërkon dhe ku do të arrish. Nuk i le gjërat për nesër. Praktikisht, kjo është një ditë ku punon fort, por dhe di si ta shijosh jetën kur mbyll orarin e punës. Në dashuri, komunikimi do të jetë më i ngrohtë dhe do kesh mundësi të bësh plane për pushime apo dalje të këndshme me partnerin. Financat, energjia jote pozitive do të ndihmojë të gjesh zgjidhje praktike për shpenzimet e shtëpisë pa u stresuar. Me shëndetin je mirë, por mos harro të shlotesh në mbrëmje. Organizimi ka nevojë për ripërtëritje pas këtij ritmi. Ngjyra me fat është bezh, koha me fat është rreth orës 18:30 deri në 20. Këshilla e ditës: shfrytëzo energjinë e ditës për të kryer detyrat më të vështira, por në mbrëmje fike telefonin dhe organizo hapësirën tënde personale. Demi, ju dem jeni fokusuar shumë në çështjet e shtëpisë dhe familjes, apo ndonjë pronë e mundshme, por trupi juaj dhe mendja kërkon pak pushim. Është një ditë shumë e mirë të shkëputesh nga rutina e rëndë dhe të përkushtohesh kënaqësive të jetës. Aktivitetet sportive, dalje në natyrë, lojra me fëmijët apo thjesht një mbrëmje me miqt do të kthejë buzëqeshjen dhe gjallërinë. Në sektorin e dashurisë, yjet janë në anën tënde. Je në një lidhje, romanticiteti do jetë i pranishëm çdo moment. Je beqar, mund të vëshërej një flirt të ngrohtë që lind papritur në ambientin e punës ose përmes obligimeve të përditshme. Merre shtruar sot sepse asgjë nuk ikën. Financat, të qëndrueshme, por mund të bësh ndonjë shpenzim të vogël për t'u argëtuar. Shëndeti është i mirë dhe po të ndihmon humori pozitiv. Ngjyra me fat është e zezë dhe rozë. Koha me fat është rreth orës 17 deri 19:40. Këshilla e ditës: lejoje vete të bësh pauzë, jo çdo gjë kërkon zgjidhje të menjëhershme. Sot prioriteti yt duhet të jetë argëtimi dhe të largosh stresin. Kalojmë tek binjakët. Rreth teje gjërat do lëvizin shumë shpejt këtë javë dhe mund të ndjesh se ke nevojë urgjente për një pushim. Vendose veten në radhë të parë, merr pak kohë për t'u qetësuar dhe të thithësh ajrin lirshëm për t'i parë gjërat me një perspektivë pak më të qartë. Kjo nuk do të thotë që dita jote do jetë e mërzitshme, por përkundrazi, komunikimi do vazhdojë të jetë pika jote më e fortë. Në dashuri, të pret një ditë me biseda interesante, ngacmime romantike, flirtime të lehta që do të ngrejnë humorin. Në punë, mos merr përgjegjësi të reja. Bëj vetëm ato që janë imediate dhe duhen bërë patjetër. Bëj pak kujdes me paratë dhe shpenzimet impulsive të momentit. Shëndeti kërkon më shumë gjumë dhe mendime për gjërat pozitive dhe gjërat që nuk i kontrollon lërin. Ngjyra me fat është ngjyra jeshile. Koha me fat është rreth orës 18 deri 20. Këshilla e ditës: mbrëmje kaloje në qetësinë e shtëpisë, një libër, një bisedë me një person të afërt do të mbush me energji të re. Gaforja. E dashur gafore, ti ke një energji dhe forcë që nuk e ke ndjerë prej kohësh. Marsi vazhdon të qëndrojë ende në shenjën tënde. Në dashuri, prania jote është shumë magnetike dhe të bën shumë tërheqës. Bisedat me partnerin janë të fuqishme dhe me kërkesa të qarta. Për sa i përket financave, është një ditë e shkëlqyer të blesh blerje me leverdi ose gjëra të bukura si rroba, aksesor dhe çmime të mira, sepse asnjëri nuk e ka instinktin tënd për pazar. Shëndeti është i fortë, por kujdes me nxitimin fizik për të shmangur ndonjë lëndim të vogël. Ngjyra me fat është kafe dhe gri. Koha me fat është paradite. Këshilla e ditës: beso instinktit tënd, sidomos kur bëhet fjalë për vendime financiare. Luani. Luan, kjo ditë shkëlqen për ty. Ti mund të mbash thjesht një fjalinë dhe të tjerët të duart trokasin. Fjalët e tua janë shumë diplomatike dhe të ëmbla herëherë.
Çarmatos çdo situatë të tensionuar me buzëqeshjen tënde dhe mënyrën si shprehesh. Në punë do të kesh sukses në çdo prezantim që do të bësh. Dashuria është e plotë me momente romantike dhe komplimentet do ta ushqejnë shpirtin. Sidoqoftë, për sa i përket financave, mbaj një sy hapur sepse mund të ketë ndonjë të papritur të vogël, ndonjë shpenzim të paparashikueshëm. Shëndeti i mirë, energjia jote është pozitive dhe rrezaton dhe në ambientin ku je aktualisht, e rrezaton tek të tjerët. Ngjyra me fat është e zezë dhe e bardhë, koha me fat është mesditë, këshilla e ditës, përdore sharmin që ke sot për të zgjidhur çdo keqkuptim të vjetër. Këshilla e ditës: përdore sharmin tënd për të zgjidhur çdo keqkuptim të vjetër, por në mbrëmje sigurohu të kujdesesh për gjërat e tua me vlerë. Virgjëresha. Ditët e fundit të kanë lënë një ndjesi trazie dhe pasigurie, sikur diçka po lëvizte në prapaskenë. Megjithatë, energjia e sotme të jep një forcë të madhe për të përballuar çdo gjë. Hëna në shenjën tënde të jep kontroll mbi emocionet, ndërsa inteligjenca jote është në nivelin më të lartë. Në dashuri, dita të sjellë mirëkuptim dhe afrimitet të sinqertë nëse hapesh pak më shumë. Në punë, duhet të tregosh e kujdesshme me figurat autoritare si shefat, apo ndoshta edhe në shtëpi me prindërit ose institucionet, mund të ketë ndonjë kërkesë, falje apo ndonjë përballje të papritur. Por mos u panikos, kërko gjërat që të zhvillohen në qetësinë tënde, në mendjen tënde, reago me logjik. Në financa, shmang rreziqet e panevojshme sot. Shëndeti është i mirë, por duhet të mbrosh sistemin tënd tretës se stresi ndikon shumë aty. Ngjyrat me fat është gri dhe e kuqe, koha me fat është paradite, këshilla e ditës: ruaj qetësinë përballë çdo sfide nga autoritetet. Në fund të ditës dëshohu se do të jesh fitues. Peshorja. Është një ditë e jashtëzakonshme për të marrë vendime të rëndësishme, veçanërisht në lidhje me jetën tënde romantike. Do të ndjesh një dëshirë të madhe për të rrethuar nga njerëz me energji pozitive, ndoshta edhe nga mosha të reja që të japin freski në mendime. Sot je shumë popullor tek të tjerët, je në ngritje, do të marrësh shtesa apo do të kesh vëmendje nga mjedisi ku je. Në punë, dëshiron të arrish rezultate konkrete dhe ke ambicie të larta, por mos e ngarko veten tej mase. Për sa i përket financave, kjo është një ditë e përsosur për të bërë blerje personale, veçanërisht për të pasuruar garderobën me diçka të veçantë që të rrit moralin. Shëndeti kërkon të ruash balancën mes punës dhe pushimit. Mbrëmja kërkon paqe dhe distancim nga zhurmat. Ngjyrat me fat është e kuqe dhe blu. Koha me fat është pasdite. Këshilla e ditës: bëj diçka të bukur për veten, por sigurohu që mbrëmjen t'ia kushtosh qetësisë tënde mendore larg rrëmujës. Akrepi. Ti vazhdon të lësh një përshtypje fantastike për gjithë këtë periudhë. Pozicioni i yjeve të vendos në qendër të vëmendjes dhe njerëzit të shohin si pikë referimi. Ato të kërkojnë ndihmë apo këshilla për çështje të ndryshme. Kjo të rrit autoritetin, por të jep dhe përgjegjësi në mjedisin ku vepron. Në dashuri, marrëdhëniet me miqt apo me grupet që shoqërohesh janë dinamike. Mund të lindë ndonjë konkurrencë e vogël apo xhelozi pa vend. Në punë je në një fazë progresive dhe idetë e tua vlerësohen shumë. Financat janë të mira, por duhet të tregosh pakujdes me shpenzimet impulsive gjatë daljes me shoqëri. Shëndeti është i mirë, por duhet të gjesh mënyra që të shkarkosh stresin me ndonjë sport apo ndonjë ecje në natyrë. Ngjyrat me fat për ty është jeshile dhe e bardhë. Koha me fat është mbasdite, këshilla e ditës: pranoje vëmendjen që merr dhe shmang debatet konkurruese me miqt për gjërat që nuk ja vlen. Shigjetari. I dashur shigjetar, sot në sytë e të tjerëve dukesh vetëm ti. Të gjithë e kuptojnë se ti nuk tallesh me qëllimet e tua. Pozicioni i yjeve të jep mundësi të mira për të marrë drejtimin e situatave, për të organizuar të tjerët dhe për të marrë vendime, sidomos vendime me peshë. Është një ditë e mirë me energji për të bërë plane për udhëtim apo të merresh me çështje që lidhen me ligjin, mediat apo arsimin. Në dashuri, stili yt i qartë, i drejtë për drejtë, admirohet shumë nga partneri. Je atraktiv sepse rrezaton vetbesim. Financat janë në një fazë ku kërkojnë më shumë strategji afatgjatë sesa fitime të menjëhershme.
Shëndeti është i mirë, por mos e tejkalo pak me lodhjen fizike nga dëshira për t'i bërë të gjitha gjërat vetë. Ngjyra me fat është e zezë dhe e kuqe. Koha me fat është në mesditë. Këshilla e ditës: shfrytzoje autoritetin tënd për të vendosur rregull në punë. Në mbrëmje shijo admirimin që të tjerët kanë për ty. Britsjapi: sot do të ndihesh brenda një dëshire që ti kërkon të ndryshosh diçka në rutinën tënde të përditshme. Kjo dëshirë për të larguar pak rregullat sot vjen se shpirti yt kërkon pak aventurë dhe ndryshim. Planet për një udhëtim të shkurtër apo një bisedë me partnerin ose mik të afërt mund të çojnë drejt ideve interesante që nuk i ke menduar më parë. Në punë, dita është e favorshme për të zgjidhur çështje që lidhen me kredi, investime dhe financa të përbashkëta. Mund të marrësh në këtë ditë lajme pozitive rreth tyre. Në dashuri, dëshira për të eksploruar gjëra të reja do të jap një ngrohtësi të veçantë në marrëdhënien tënde. Shëndeti i stabilizuar, por ajri i pastër dhe lëvizja do të bëjnë shumë mirë sot. Ngjyrat me fat është kafe dhe e kuqe. Koha me fat është në mesditë. Këshilla e ditës: thye pak rutinën sot, provo diçka të re. Ujori: sot do të shijosh pafund bisedat me njerëzit që të jep dita dhe me partnerin dhe miqtë e tu të ngushtë. Do të jetë interesante me temat që do të lidhen me udhëtimet, kulturën apo ndryshimet të cilat duhet të jenë në plan të parë për ty. Çështjet bankare, pronat apo borxhet mund të kenë disa ide të zakonshme, por papritur mund të lindë një ide e jashtëzakonshme dhe ti mund të marrësh një surprizë pozitive sot. Në dashuri, dita sjell mirëkuptim dhe marrëdhënie të mira. Nëse je beqar, do të tërheq dikush që ka një botkuptim ndryshe nga ty. Në punë, mos u ngut me hapa të mëdhenj, por konsido ato që ke në dorë. Shëndeti: ke nevojë të flesh më shumë gjuhë, mos e ngarko veten dhe mendjen tënde me mendime për financat. Ngjyra me fat është blu dhe e bardhë. Koha me fat është rreth mbrëmjes dhe këshilla e ditës: qëndroj hapur ndaj bisedave interesante sot, por kujdes me gjumin. Bëje pushimin tënd prioritar për mbrëmjen. Peshqit: sot është një ditë e rëndësishme që të tregohesh bashkëpunues dhe tolerant me të tjerët. Ato do të vlerësojnë shumë bujarinë dhe mirëkuptimin tënd. Është një ditë fantastike të shoqërosh dhe të lësh me njanë brengat. Shoqërohu me të tjerët. Largoj hatërmbetjet. Mund të kesh sot ndoshta flirtime të lehta dhe biseda romantike, të cilat mund të sjellin mundësi për dashuri të reja ose rindezje në shkëndijës në lidhjen ekzistuese. Në punë, gjërat do të rrjedhin lehtë nëse pranon të punosh me të tjerët. Megjithatë, ke parasysh se diçka e papritur ndoshta mund të prish përkohësisht rutinën e shtëpisë ose të familjes. Pak me fleksibilitet do ta kalosh pa problem. Financat kërkojnë më shumë kujdes nga shpenzimet romantike dhe emocionale. Shëndeti i mirë: mos u merr shumë me internetin, domethënë më pak orë. Ngjyrat me fat është ngjyra vishnje e thellë dhe bezh e hapur. Koha me fat është në pasditën e vonshme. Këshilla e ditës: dëgjo me vëmendje personat që kërkojnë ndihmën tënde dhe tregohu fleksibël nëse planet e shtëpisë ndryshojnë papritur. Ne urojmë të gjithëve një ditë me fat.